Muhamet Sytari, lideri fetaro-adhetar që duam. Nëse huazohet një frazë eufemike nga Rama, Myftiu i Shkodrës, Muhamet Sytari është bash lideri fetar për të cilin Shqipëria ka nevojë, lideri që duam. Me një guxim e karizëm për të patur zili, me një adhe dashuri gjithashtu që i ri natyrshëm kostumit të tij besimor, Sytari pati një viralitet të kuptueshëm me fjalimin e tij për Kurban Bayram. Fjalët e tij ishin dhe fjalët e çdo shqiptari të ndershëm e adedashës, të cilit i dhimbset ky vend që vërtet po shkon drejt një rreziku ekzistencial, pas një krahasim as me 97-ën, kur vërtet ra shteti, por mbijetoi Shqipëria. Sot, në nënkërcënimin e një shpopullimi të frikshëm, si të ishte një skemë djallëzore e vënë në veprim nga forcat e errta, e cila ka një përputhje po ashtu të frikshme me një rrethim izraelit të Shqipërisë, në sfond të cilit është aleanca e pështirë Rama-Netanyahu, e pështirë moralisht dhe e rrezikshme kombëtarisht, zëra si ai Muhamet Sytarit duhen shndruar në korr, si nga lider të besimeve kryesore në Shqipëri, e si nga figura me peshë publike. Sa i përket ngushtësisht leadershipit musliman, nëse myftilerët shqiptarë nuk shfaqen me vokacionin e Sytarit, nuk e kanë kryer denjësisht detyrën hem fetare e hem patriotike. Sot, Shqipëria ndodhet në të njëjtat pozita sipas rënjes së perandorisë osmane, kurendi ri botror që po pasonte asqë llogariste si shtet. Dhe do ishte elita e kohës, fetare e intelektuale, që me mishe me shpirt, do të mundësoni që shqiptarët të kishin një shtet, pa rënë në satërën e fqinjve deri dhe gjenocidal, serb e grek. Sot, në kushtet ku rendi aktual botror është në zhbërje, Shqipëria rrezikohet nga i njëjti lloj armiku me natyrë gjenocidale, Izraeli, me një kryeministër që tashmë i ka rënë çdo mask dhe po zbaton atë skemë që është dhënë për ta izraelizuar një shtet me shumicë muslimane në Ballkan dhe Europë. Por dhe sikur kjo agjendë të mos ekzistonte, mjaft që Shqipëria është kthyer në adheun më të dashur të çdo maskaraj dhe adheun më të urryer për atë që horr dot nuk bëhet, thënë për ironi nga Vetrama para se të hyjë në politikë. Që zëra si Muhamet Sytari të shndrohen në motivime të forta shoqërore për t'u bërë barikadë së keqes, si dhe në modele për t'u ndjekur nga zëra të tjerë publik. Fatos Lubonja duhet të ishte një prej tyre, i cili, për një koincidencë, ishte ndër zërat e vetëm në kohorat e errta të 97-s që apelonte për aktivizim të fortë të leadershipit fetar, në përballje me të keqen që po përjetonte Shqipëria. Sot është koha si për zërin edhe më të fortë të tij, e si për atë të atyre që duhet t'i ngjajnë një emri si Muhamet Sytari.